Protesta e nisur një muaj e kusur më parë me shkallës fërnecin dhe së fundi shejat e para të një përshkallësimi. Duke rrethuar goditën e parlamentit, bllokuar rrugët nga hyjnë dhe dalin deputetët nga kjo ndërtesë dhe duke goditur me vezë disa deputetë dhe makina luksoze të disa të tjerëve, protestuesit lëshuan shejat e para të një niveli tjetër të shfaqjes së zemërimit. Këto e treguan edhe në protestën e mbrëmjes së kaluar përpara zyrave të Edi Ramës. Populli nuk duron më. Ishte thirrja e qytetarëve protestues, fjalimet e të cilëve kishin një fokus të vetëm. Dhunën e ushtruar nga policia në grumbullimin rreth parlamentit. Bilanci dinamik me disa policë dhe protestues të lënduar, disa të tjerë të shoqëruar në përkomisariate, një episod përplasje mes protestuesve dhe faturinës të një linje urbane në Tiranë, apo disa momente të tjera me tension të shtuar, është ende modest për të folur për dhunë të dirigjuar që mund të përshkallëzohet në ditët e ardhshme. Por nga ana tjetër, nuk duhet injoruar këto episode, sepse veç të tjerash ka një element që nuk duhet injoruar gjithashtu, është spaku. Ka një situatë të tensionuar që po shkon në ekstrem, ka një protestë po aq të tensionuar dhe paralelisht me to ka veprime të prokurorisë së posaçme. Ajo po godet eksponent të njohur e të dyshuar të krimit të organizuar dhe të pastrimit të parave. Nëse e konsiderojmë si institucional dhe reagimin e fortë të policisë, na shfaqet një sistem me tri logjika të ndryshme. Të gjitha ndërveprojnë me njëra tjetrën pa qenë të koordinuar në mënyrë të domosdoshme. Parë në rrafsh si përfaqësor, protesta duket si një ngjarje vetme reaguese te politikës së deritanishme, por në thelb është mbivendosje e tre proceseve të pavarura: presioni qytetar, shteti dhe hetimi penal. Deri në shpalljen e 5 kërkesave kryesore, protestat në vetvete ishte thjesht e vetëm një mekanizëm presioni dhe jo vendimari. Ajo synoi të ndryshojë prioritetet e agjendës publike dhe politike. Pas, ashtu sikurse edhe pritej, u fokusua në kërkesa të qarta dhe me simbolik të fortë. Tashmë duket se po merr pozita vendimarrëse. Kërkesat nuk janë sqaruar, por po shtohen dukshëm emocionet dhe reagimet kolektive. Protestat përpara kuvendit, bllokimi i deputetëve dhe rrethimi i tyre sa herë protestuesit kanë raste, përfshirë edhe përplasjet e drejtpërdrejta me forcat e policisë, janë veç se shenjat e para të një ndryshimi kursi për protestat në vijim. Të gjitha këto po e zhvendosin gradualisht protestën nga një formë komunikimi me qasje paqësore në një situatë me potencial për përplasje. Qartazi, përshkallëzimi i ditëve të fundit nuk është rezultati një ngjarjeje apo episodi të vetëm, por i ndërveprimit të vazhdueshëm mes turmës dhe policisë. Paqja mes tyre duket e prishur. Tani më secila palë reagon ndaj tjetrës në kohë reale, duke krijuar një cikël ku presioni dhe reagimi e ushqejnë njëri tjetrin. Në këtë pikë, protesta ka nisur të perceptohet jo vetëm si shprehje politike, por edhe si çështje e rendit dhe sigurisë publike, duke ndryshuar një herazi edhe mënyrën si ajo trajtohet institucionalisht dhe si lexohet nga publik. Paralelisht, veprimet e spakut ndaj rrjeteve të dyshuara për trafik ndërkombëtar droge, krim ekonomik, korrupsion dhe pastrim parash po krijojnë një dinamik tjetër. Zakonisht procese të tilla hetimore janë afatgjata. Rrallë ndodh të ndjekin logjikën e momentit politik, sepse në thelb ndjekin ciklin e provave dhe procedurave ligjore. Megjithatë, veprimet e SPAK po ndodhin në të njëjtën kohë me tensionet e shkaktuara nga protestat. Ndaj, këtë mbivendosje perceptive, me të drejtë, publiku po e lexon si pjesë të njëjtit proces. Po lexon si mbështetje të drejtësisë për të ndëshkuar klasën politike të korruptuar dhe të inkriminuar. Veprimet e drejtësisë në raste të ndjeshme politike, pse jo edhe ekonomike, ndikojnë në klimën e përgjithshme. Herë sipas logjikës së momentit, por më së shumti ndjekin ciklin e tyre të gjatë, pavarësisht se si atja në kohë krijon më së shumti reagime dhe vlerësime negative. Prandaj, këto veprime interpretohen politikisht për shkak të kontekstit dhe jo për qëllimet e tyre. Në këtë mënyrë krijojnë një efekt ku perceptimi publik bëhet po aq i rëndësishëm sa vetë veprimi institucional. Dhe ky është fiks terreni shqiptar, kompleksen të gjitha, e ku politika dhe drejtësia shpesh harrojnë. Pavarësisht ka apo jo koordinim dhe ky element nuk ka pikë rëndësie, zhvillimet aktuale dhe goditjet e fundit nga SPAK po prodhojnë interpretim politik dhe juridik, jo krejt pa shkak. Janë konsideruar në afrimitet me qarqe qeveritare, të paktën sipas përgjimeve të rrjedhura nga dosjet hetimore. Në anën tjetër, ato në terren nga pikpamja në daç formale, në daç institucionale, secila palë ka logjikën e saj. Protesta ndjek logjikën e presionit, policia logjikën e stabilitetit dhe kontrollit hapësirës publike, ndërsa drejtësia logjikën e provës dhe të procedurës. Nuk është as pak problem ekzistenca e tre logjikave të njëkohshme, as nëse ato janë të koordinuara apo jo me njëra tjetrën, sidomos e para me të tretën. Problemi është se kriza po vazhdon dhe reagimi zyrtar nga qeveria dhe shefi i saj kanë karakter injorues dhe denigrues. Skena është e tillë, sistemi funksionon brenda kornizave të tij, edhe pse jo normale, protesta përpiqet ta nxjerrë atë nga korniza. Kur nuk e nxjerr dot, protesta del vet nga korniza. Në këtë kushte zhvillimi i situatës po ndjek disa drejtime të mundshme. Në skenarin e parë, tensioni fillestar mund të bjerë, protestë mund të ta humbasë intensitetin e saj. Kështu, situata kthehet në normalitet pa ndryshime të mëdha. Në skenarin e dytë, krijohet një gjendje e zgjatur, tensioni ku protestat vazhdojnë me val në rritje dhe me intensitet të
protestuar. Hetimet ecin paralelisht dhe klima politike mbetet e polarizuar pa ndonjë zgjidhje reale apo të pranueshme. Ndërsa në të tretin, në rast se incidentet e ditëve të fundit do të përsëriten dhe përshkallëzohen, mund të gjenerojmë një konflikt të fortë, mbase edhe të paparashikueshëm për përmasat e tij. Le të mbetemi te skenari i tretë që askush nuk e dëshiron. Duke marrë parasysh fillimet e fundit nga forma simbolike me prohoritje, pankarta, meme, fjalime patriotike, presion publik, protesta po kalon në kontakt fizik me polici, gardisë dhe deputet të çdo krahu politik. Pra kemi një ndryshim thelbësor. Protesta nuk është më vetëm shprehje e pakënaqësisë, por një situatë ku rendi dhe siguria publike po vjen realisht në tension. Megjithatë, askush ka të drejtë të thotë që protesta po bëhet e dhunshme. Protestës po i ndodh një proces gradual, pasojë e kohës që po zgjat dhe indiferencës që po tregon pala tjetër. Procesi duket i thjeshtë. Dyrimi i një pjese të protestuesve po i soset. Frustrimi i tyre po rritet po ashtu edhe prania e policisë dhe tensioni i terrenit kudo ku ndodh protesta. E së fundi, kufirmi i protestës së përplasjes bëhet gjithnjë më i paqartë, sikurse edhe po ndodh. Protestuesit pretendojnë se i provokoi policia dhe garda, ata të fundit pretendojnë të kundërtën. Bashkë këtu nis edhe rreziku kryesor. Çdo palë tenton ta lexojë ngjarjen në mënyrën që i shërben interesit të saj, që e bën më të vështirë kthimin në një format thjesht paqësor dhe dialogues. Atëherë çfarë pritet të ndodhë më tej? Nëse incidentet do të mbeten episodike dhe të izoluara, sigurisht që edhe pse tensionuar, situata mund të jetë e menaxhueshme. Nëse përsëriten dhe do të jenë të rënda, do të jemi përballë një përshkallëzimi. Sa dhe si, ai nuk dihet, dhe as nuk parashikohet. Historia shqiptare për fat të keq ka treguar sikur situata del jashtë kontrollit kur konflikti merr përmasa të mëdha, kur shteti është dorëzuar dhe krimi ka ngritur krye, e dëmtuar e vetme është popullata civile dhe e pambrojtur nga askush. Deri tani jemi në fazën kur tensioni është rritur dhe kufijtë e protestës paqësore po testohen. Situata nuk ka dalë ende jashtë kontrollit. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se nuk duhen marrë masa. Si fillim do mjaftonte hapja e kanaleve të komunikimit. Pavarësisht kundërshtimeve, palët duhet ta dëgjojnë njëri tjetrin. Qëndrimi në llogore dhe ignorimi i problemit vetëse e keqson situatën, e polarizon atë dhe nxit thunë tension. Kush përfiton nga një skenar i tillë? Mjafton të kujtojmë trazirat e vitit 1997 apo 21 janarin e famshëm, për t'i vënë gishtin kokës dhe për të vepruar sa më shpejt jetë e mundur. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.